Përshëndetje të shikues të nderuar, vazhdojmë me ciklin e emisioneve me legjendat e sportit në televizionin Koha. Sonte para juve është një sportiste e veçantë, e cila ka qenë atlete, njëra ndër atletet më të mira tetovare dhe në Maqedoninë e Veriut, ka qenë futbolliste, një kohë pak ka ushtruar edhe handball, ndërsa në kohën e fundit merret edhe me palestër. Pra, bëhet fjalë për zonjën Remzie Osmani, ish atlete, futbolliste dhe profesoreshe edukatës fizike. Remzie, mirë se u gjetëm. Mirë se na erdhët në vizitë. Bisedën me Remzie Osmanin e zhvillojmë në palestrën e tyre ku mbajnë kurse me njerëz të cilët janë të interesuar për palestrën. Po. Atëherë, fillimisht në thuaj kush është Remzie Osmani, pasi një kohë të gjatë jeni jashtë sportit, ndërsa të rikujtojmë opinionit se kush është ose kush ka qenë Remzie Osmani. Po, unë jam Remzie Osmani, Hyseni. Kam lindur në fshatin Kopanicë të Tetovës. Shkollën fillore kam kryer në fshatin Shemshov, të mesmën ekonomike, edhe kam diplomuar në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Tetovës. Gjithashtu kam kryer edhe master. Në Universitetin e Tetovës, gjithashtu. Atëherë, fillimisht kur i keni bërë hapat e para me sport? Dhe në cilin sport? Po, hapat e para me sportin i kam bërë që në moshën shumë të hershme, që 11 vjetë, kur kam qenë mbajmë në klasa e 5, ku edhe arsimtari e edukatës fizike pa diçka tek unë, diçka një inteligjencë tjerë zankoshme sa i përket artit, do me thonë këtë rast sportit. Kështu që unë fillim më zbuloj si një handballiste, kisha me të vërtet isha super aktive. Keni pas prirje për handball ashtu? Shumë aktive. Edhe pas asaj, e patë unë se kam një farë potenciali të shpejtësisë, të mirë mendej me sport, dhe me njëherë më nxori në pjesën e atletikës, ku unë isha pjesë, garësha për shkollën, dhe me thënë, kur kishe gara komunale këtu në Tetovë mes shkollave, dhe që atëherë ka qenë gara e parë që ka marrë pjesë klasa e 5. A mbani mend garën e parë, në sa metra keni vrapuar dhe çfarë vendi keni? Po, në 600 metër në atë kohë vraposhin, po, garat në 600 metër, kështu që e mirsha vendin e parë bindë shumë kështu, edhe arsimtari ishte shumë i sigurt me atë pjesën time, se ku është Remzia, s'ka kush ta merr vendin e parë. Si ndodhi ajo që pas asaj të inkuadroheni në klubin e atletikës Lubotenit të Tetovës? Po, pas asaj, unë do me thonë 4 vite, nga klasa e 5 dhe klasën e 8, ku isha në shkollën fillore Shemshov, garojsha për shkollën. Kështu që njëkohësisht kur më takojshin këta atletet, ose në fakt klubet e atletikës, ku ka qenë Kërste, po. Edhe ai që në atë kohë më shtynte që të kaloj me njëherë në klub, mirë po unë nuk isha interesuar, për shkak se isha pak në moshën më të vogël, nuk mundësha të udhtoj, kështu që në momentin që unë u regjistrova në shkollë të mesme, kur isha viti i parë në shkollë të mesme, ai me njëherë vetë më erdhi në shkollë dhe më antarsoi në klubin e tij. Po. A i mbani mend, cila ka qenë gara e parë zyrtare me klubin e atletikës Luboteni? Po, në gara shtetërore, po. Gara shtetërore, të them që nga viti i parë në shkollën e mesme, ka qenë viti, nëse s'gaboj 1999, ku garat e para kam filluar të unë, si në klubin e atletikës, do me thënë, në klubin Luboten. A i mbani mend një rezultat që keni shënuar atëherë, rezultat më të mirë? Po, do me thënë, kam qenë unë vrapuese në 100 metër, në shtigjet e shkurtëra, sidomos 100, 200 dhe 400, po më e mirë kam qenë në vrapimet 100 metërsh. 12-50 e kam pas rezultatin. Sa herë keni qenë kampione e Maqedonisë? Më duket se gjitha ato vjetet që keni garuar nga viti 98-99 deri 2000. Deri 2000, po, deri 2002-2003 unë kam garuar çdo herë dhe me të vërtet kam marrë vende që i kom habit edhe trajnerin tim, për shkak se unë trajnohesha për 100 metër, në fakt pa ta marrë pjesë edhe në kërcimse në largësi, ku aje trajnojnë të apo stafat tjetërën, Vesna ka qenë,
Po. Dhe unë ashtu trajnosha vetëm edhe në atë disiplinë, kështu që edhe aty e mora vendin e dytë, dhe me njëherë edhe me 100 metrësh edhe vendin e dytë që e mora në kërcim së gjati, dhe me thonë me njerë shkova në reprezentacion të Maqedonisë. Cile atletet tjetër shqiptare, krahas Remzies, ishin antarët klubit Luboteni? Antarët klubit në atë kohë nuk ka pas. Kam qenë vetë me unë, si femër, dhe një djalë, Ibrahimi, që ka qenë mashkull shqiptar. Ibrahim Gjemaili, po. Atëhere, a këni qenë edhe antare e reprezentacionit si garuese më e mirë në shtigjet e shkurta? Po. Dhe ku keni marrë pjesë? Po, kena marrë pjesë, dhe më thënë, në Ankarat të Turqisë, tërë kanë qenë garat balkanike, ku unë fakt hyra me kërcim së gjati në reprezentacion, që më pranuan, dhe kena patë shtafetën 4 herë 100 meter. Çfarë rezultate shënur? Çfarë vendi morë? Vendin e dytë e mora në kërcim së gjati, dhe vendin e dytë gjithashtu në vrapim shtafet. A je krenare me atë medalje që ke fituar atëherë? Normal që jam krenare, për shkak se punën e kena bërë me vetë dëshirë, me kënaqësi. Remzie, për rezultatet dhe sukseset që ke shënuar në sport, në vitin 2000 ju u shpallet edhe sportiste më mirë të Tetovës në manifestimin që organizoi Radio Tetova. E mbani mend ato momente ku Remzie Osmani së bashku me trenerin e mirë njohur që ati posmoni u shpallen më të mirët e Tetovës? Po normale është, ajo është pak rëndqethëse kur edhe kënaqësi njëkohësisht, kur të shpallin dhe kur të japin meritën që ti e ke merituar deri në atë kohë që ke garuar dhe që ke marrë pjesë në përgare. Kjo është ma e mira. Ju edhe pas vitit 2000 keni vazhduar të merreni me sport, por çera dhe në maj të vitit 2001, me siguri e mbani mend në zyrën e kadasës së Tetovës o themelua klubi atletikës studenti. E pranishme ishi dhe ju dhe atëherë ju u zgjodhët edhe sekretare e parë e këtij klubi. Çfarë do të thonte që do të thonë në atë kohë kur kishte edhe konflikt në vendin tonë, ne themeluam edhe klubin? Po, edhe kjo ishte një pjesë që me të vërtet më gëzonte shumë, për shkak se nuk ekzistonte klub tjetër të atletikës në Tetovë përveç Lubotenit, dhe kjo ka qenë një mirësi për gjithë ata garuese që kanë ardhur pastaj në klubin studenti, dhe normal është kënaqësi edhe ime të jem edhe unë një nënshkrimi im të figuroj aty, dhe unë gjithashtu kam qenë edhe garuese, po në atë klub pastaj studenti, u transferova, dhe gara e parë, dhe me thonë, është mbajtur Krosi, nëse s'gaboj, tek Bardari i Shkupit, dhe atëherë normal mora vendin e parë. Po, do me thonë, i mbajsh ato mend edhe ato kujtime, jo vetëm me klubin atletikës student Luboteni, po, edhe ato studenti, po. Atletikës studenti. Po në vitin 2001, ka fundi vitit 2001, ishit pjesë e ekipit të Universitetit të Tetovës në garat mbarkombëtare apo universiadën mbarkombëtare që u bajtën në Durrës. Çfarë rezultati shënuat në ato gara dhe kur i dha fund karrierës tuaj në atletikë? Po atëherë unë veç isha viti 4 në shkollë të mesme, ku u mbante universiada, mirë po fakulteti si fakultet nuk kishte garues që të çonte të merr pjesë. Unë si nxënës e shkollës së mesme, po përfaqësova fakultetin, më shënuan që jam viti parë, dhe shkuam në Durrës dhe mora shumë vende. Do me thonë, në 800 metër mora vendin e dytë, edhe pse nuk kam vrapur asnjëherë në ato shtigje më të gjata. 100 metër përsëri mora vendin e dytë, dhe i kom marrë 3 vende, do me thonë, i njëjti person, sepse s'kishte garuese tjetër që të përfaqësoj fakultetin. Kush ishte iniciator që ju u bët pjesë e atij ekipi? Iniciatori ishit me siguri ju, për shkak se i kam harruar, ndoshta edhe sakt, po besoj që ishit ju se nuk kishin garues dhe ma keni marrë mua për të përfaqësuar. Por pastaj ndodhi një mrekulli, i dhatë ju fund karrierës tuaj si atlete, por nuk u larguat nga sporti. Me themelimin e klubit të futbollit për vajza Drita Abi nga Bogovina, ju më njerë u kiqet në ekip dhe si futboliste. Atëherë në thunit,
si e vendoset që të bëheni nga atletë të bëheni futboliste? Në fakt, unë nuk kam dashur për futbol as pak, këtë dhe them sinqerisht, për shkak se mendoj që futbolli është pjesë e djemve dhe nuk na takon neve vajzave, po me insistim të klubit që ishte formuar dhe dëshirojshin të kenë futbolliste në nivel të lartë, për shkak se unë isha e gatshme në shpejtësi, në kondicion, po vetëm pak kushtrova. Dhe për një kohë të shkurtë, në mesin e futbollistëve më të mira, jo vetëm në klubin e Dritavës, por edhe në Maqedoni. Por edhe në Maqedoni, po. Kishit kërkesa që të kaloni edhe në klubin Kishit kërkesa, mirë po unë nuk dëshirojsha që të vazhdoj me futboll. Kështu që aftësit i kisha të gatshme për atë edhe më insistoshin të më merrnin. A mbani një emër të vajzave me të cilët keni luajtur futboll? Po, që është Arita Loki. Po. Edhe ajo është e njohur si Riçkia. E njohur, po. Ka qenë Gjelania nga të Arca, Vjolca nga Gostivari, e cila aktualisht njëra ndër referet më të mira, jo në Maqedoni, por në Evropë, referet ndërkombëtare. E këtë nuk e kam dirë, po Vjolca e di se ka qenë, po, edhe ajo. Po. A mbajsh me të sa golla kishin orë? Po, me të vërtet kam harru, mirë po, çdo herë mendoj se kam shënu nga një gol. Me sa e mbaj mend edhe unë, pasi kam qenë edhe unë pjesa atij klubi, golin e parë keni shënuar në Sveti Nikoli, kundër ekipit të Shtipit. Po, kanë qenë... Një gol prej 30 metrash, me sa duket, ashtu? Po, nga 30 metrash kam shënuar. A i mbani mend sukseset e Drita Abit me ekipin e futbollit? Po, kemi marrë vendin e dytë, nëse zgaboj. Po, klubi Drita Abi ka qenë në finalet të Kupës së Maqedonisë, dhe dyherë ka qenë nën kampion i Maqedonisë. Po. Si ndiheshe në ato momente? Fitojsh medalje? Normal, fitoj si çdo ndihet krenar. Po. Po, mirë po, si duket tash nuk e di a funksionon ende klubi. Mirë po, me largimin tim, gradualisht edhe tjerët u larguan dhe shkojnë... Po, do të thënë pas 4 viteve klubi ndaloi veprimtari për arsye të ndryshme, pasi nuk ishte krahje nga investitorët, nga... Po. Krahas sportit, ju ishit edhe studente në Fakultetin e Kulturës Fizike. Po. E mbaj mend mënyrën se kur jeni regjistru në vitin 2002. Po. Si kaluat studimet? A i bani mend ato kohët? Po normal, nuk kam dashur çdo herë të jem vetëm një sportiste, për shkak se atë që është Ballkani dhe nuk i vlerat të mund të tjeshme, apo të mbajnë si sportiste, apo të garosh, apo të investojnë si sportiste, kështu që çdo herë kam çu paralel shkollimin dhe sportin. Kështu që jam shumë e gëzueshme për këtë pjesë që i kam çu paralel. Pas përfundimit të studimeve vazhdohet me? Përsëri, pas përfundimit të studimeve, normal unë vazhdova me fitness, me palestër, kështu që jam e kënaqur nga kjo pjesë shumë. Aktualisht? Punoni si profesoresh apo? Aktualisht po, punoj si mësuese në shkollën Besa. Po. Si ndodhi që njohja me Mensurin, i cili gjithashtu është një sportist i njohur? Po me Mensurin kemi qenë kolegë. Po, në Fakultetin e Edukatës Fizike. Dhe kështu që nga kolegë u shndrohem në çift. Dhe prej atëherë, do me thonë unë jam përkushtuar më shumë fakultetit, pak i ndalova ushtrimet që i kisha çdo herë, megjithëse me Mensurin bashkërisht çdo herë kemi ushtruar bashkë, nuk i kemi anashkalu asnjëherë aktivitetin fizik, mirë po përkushtimi ishte më tepër të mbaroj fakultetin. Ju edhe në Preshef keni pasur me sa duket palestër? Po, kam pasur nga 2010-a në Preshef palestër. Sa ishte interesimi? Jashtëzakonshëm ishte interesimi, për shkak se atëherë në Preshef nuk ka pasur asnjë fitness sa i përket të grave, do me thonë fitness që të ushtrojnë gratë lirshëm dhe të kenë një instruktore femër, dhe edhe unë atje kam qenë risi, do me thonë si këtu, e vetë një femër në sport, edhe atje kam qenë edhe vetë me femër që kam hapur fitnessin për femëra në Preshef. Së bashku me Mensurin vazhdoni këtë tradit me palestër edhe në Tetov. Edhe në Tetov. Këtu në Tetov, pikërisht, sa është interesimi i njerëzve për këtë lloj sporti? Po, me të vërtet, tash mund të them se e bëj krahasimin unë kur kam qenë në atë kohë, se nuk ka pasur as pak të interesuara për sportin, po aq më pak edhe për fitnesset, mirë po tash mendoj se është bërë e domosdoshme aktiviteti fizik, qoftë me dëshirë apo me zorë, si vëmë në gjuhën popullore, kështu që
është mirë interesimi. Ka Sa është interesimi I femrave që I grave për palestër? Interesimi është shumë I madh, ka grup mosha të ndryshme, pa marrë parasysh nga 15 vjetë deri kam kliente që janë mbi moshën 50 vjeçare dhe kjo është interesante se tashmë e kanë kuptuar se pa aktivitet fizik nuk mund të funksionojë njeriu. Çka do të thotë të merresh me palestër? Të merresh me palestër do të thotë që gjithë negativitetin që e mbledh gjatë gjithë ditës ta largosh nga vetvetja. E dyta është që të kesh shëndetin në nivel. Tash mendojmë se të gjithë jemi me një jetë të ngarkuar, stresuese, dhe vetmja gjë që mund të largoj stresin është aktiviteti fizik. Sa herë në javë mbani trajnimet? Me fitnessin? Po, me palët. Fitnessi është I hapur nga e hëna deri të shtunën. Unë, jam këtu në fitness nga ora 6 deri në ora 10 në mbrëmje, mirë po unë I ushtroj vetëm ata që kanë nevojë të bëjnë ndryshime më të mëdha, si që quhem këtu me trajnime personale, kurse fitnessi është I hapur për të gjithë ata që kanë nevojë edhe vetë edhe me trajnim personal, ne jemi këtu për ata. Prej para afro 1 muajsh, ju edhe bashkëshorët e juaj sërish sollet një risi në sportin e Tetovës, pasi themeluat të klubin e Notit, Profa. Po. Fillimisht na thuj pse emri I klubit të ri quhet Profa. Profa e ka novkën ashtu Profa, që nga Presheva, që është një profesor në shkollë të mesme, dhe gjithashtu është I njohur jashtëzakonisht për e dini edhe këtu ka bërë risi që thej rekordin botëror në disiplina të crossfitit, dhe ashtu e ka thirrjen Profa, dhe e menduam që edhe në të ardhmen edhe po që saj hap ndonjë fitness, një palestër për djem, një do e ketë titullin Profa, dhe për atë edhe ja lam emrin Profa, se do me thonë punohet me profesionalizëm. E kujt ishte ideja për themelimin e këtij klubi? Ideja ishte mensurit. Po? Pastaj shumë ka dëshirë që t'jenë të gjithë, nga fëmijët e të rritur e të tjerë, të jemi në dispozicion për të tjerët, për të mësuar diçka qoftë noti, pa marrë parasysh çfarë do disiplinë të ketë, të jemi të gatshëm ne për të trajnuar, qoftë futbollist, qoftë basketbollist, apo çka do të jetë, në çfarë do lloj sporti, ne të jemi të gatshëm për të trajnuar ato. Për rezultate më të larta e kam fjalën. Ju keni pas njohuri se në Tetov ka vetëm një palestër pra për sportin e Notit. Si arrini? Po profesionalizmi besoj se kur shikohet vetë njeriu, kur më shikojnë mu duke ushtru këtu, normal se personit të cilin e drejton ti, që të cilin e ushtron ti, do t'jesh pasqyra ti njerë. E kujt ishte ideja për të themeluar klubin? Klubin e mensurit. E mensurit, Atëherë, sa është interesimi I të rinjve tetovar për sportin e Notit? Për Notin, me të vërtet kam filluar shumë të interesohen, nga mosha 7 vjetë, po ka edhe më të vegjël, që janë më të zhvilluar, ka 6 vjetë që janë më të zhvilluar, dhe tash është bërë domosdoshme që të kyçin fëmijët tanë për sporte, ku do qofshin ato, se pa aktivitet nuk mund të jetë edhe zhvillimi I mirë I një fëmijë apo një territori. Duke pasur parasysh se me themelimin e klubit të Notit, do të thonë vetvetiu rrjedh edhe nevoja që ata të cilët merren me not, ata fëmijë, të marrin pjesë edhe në gara. E keni të regjistruar edhe në Federatën e Notit të Maqedonisë së Veriut klubin? Po besojmë se do jetë, po në fillim nërdehtëm vetëm ta formojmë, të shohim interesimin si është, dhe patjetër se do të marrim pjesë në përgara, patjetër. Në Not vinë vetëm fëmijë fillestar apo edhe nga sportet tjera? Se dihet se në Tetov ka volejbollist, futbollist, ka skiator, ka edhe të gjitha sportet. S'ka lidhje, ne vetëm e kemi bërë hapjen e klubit me grup moshë të vegjël, domethënë nga mosha 7 vjet, po është I hapur për gjithë ata që kanë interes. S'është problem vetëm për fëmijë. Si thotë, mund të jetë ndonjë që ka nevojë, sidomos ata që kanë probleme me
me shtyllën kurrizore, deformitete të shtyllës kurrizore, është shumë e vlefshme të bëjnë natë dhe shumë e mirë. Po, a ka kërkesa që edhe më të rriturit, se fëmijët për shembull të jenë. Po ka kërkesa, sidomos ka kërkesat e vajzave këto që më thonë nga palestra, mirë po unë jam shumë ngarkuar, shumë e zënët me punë dhe s'm kanë gjetur kohë që të mirëm edhe ma atë pjesë. Po dhe jalom kohës më të tjerë. Remzie, një kohë të gjatë merresh me sport, me aktivitetet të shumta sportive, qoftë me handball, me atletik, me futboll dhe tani me palestër. Çka ka fituar Remzia Osmani krahas famës nga këto aktivitetet e shumta? Po ne e dim, për këtë pjesë nuk mund as të flasim, të gjitha ata sportistë që janë edhe aktual këtu në Ballkan, e dim se përpos famës nuk kena ndonjë benefit tjetër, po benefit që na jetë bërëm është kjo pjesa e shëndetit tonë, pjesa e dukjes tonë. Kjo është benefit të ne. Do me thonë edhe kërkesat e palve për të ardhur në palestër apo të marrja me sport është që të zhvillojnë trupin e tyre me siguri. Ajo është, po. Fizionominë e tyre. Fizionominë e tyre është trupore. Remzie, ja bisedojmë disa minuta, kemi bërë disa pyetje për aktivitetet tuaja sportive, por ashtu avall kemi harruar diçka që pjesëm që duhet opinionit ta dije se për Remzia Osmanin, çfarë ka punu, ose çfarë ka ndërmend në të ardhmen të punon? Besoj se i tham të gjitha. Kjo ka qenë jeta ime, jeta sportive, që sot e këtë ditë më ka bërë të ndihem kështu siç jam, e lumtur, e gëzueshme, pozitive, nuk lodhem shumë, kështu që po deri kur Remzia Osmani do vazhdojë të merret me aktivitete sportive? Derisa të mundit, derisa të kem energji, pse jo? Po ne harruam diçka që pjesë. Po fëmijët tuaj, a e ndjekin rrugën e prindve të vetë me aktivitete sportive? Të 3 fëmijë që i kam, djali im është në moshën madhore pak, 18 vjeç, vajza 11 dhe i vogli është 8 vjeç, dhe janë të jashtëzakonshëm në sport edhe ata. Kanë trashëguar diçka nga ne të dytë. I madhi gjithashtu nuk bën sport të garoj, mirë po bën sport për mbajtjen e trupit e tij. Gjithashtu edhe vajza është e jashtëzakonshme në not. Me atletik apo futboll vajza? Not. Ka shumë dëshirë të notoj. Mirë po, është edhe atlete, e kam vërejtur shpejtësinë, ka të jashtëzakonshme. Po nga disa rrethana që s'kam pat kohë të regjistroj në ndonjë klub, po besoj se patjetër do e regjistroj. Ke ndonjë klub, por ti e ke klubin? Është klubi? Jo, klubi është. Që jetë ndërthemeluesit e atij klubi? Klubi atletikës studenti, ja? Besoj se do jetë pjesë e klubit studenti. Atëherë Remzie, a keni ndonjë porosi për gjeneratat më të reja si sportiste e famshme? Se me të vërtet ju megjithatë keni qenë sportiste në disa sporte dhe keni dëshmuar me rezultatet që keni arritur. E keni afirmuar jo vetëm veten, por keni afirmuar edhe kombin, por edhe vendin ku jetoni. Atëherë, cila është porosia e sportistes? Kjo është e rëndësishme tek unë, për shkak se kam qenë sportiste dhe jam në vazhdimsi. Fakt vetëm pse nuk garoj, mirë po potencialin që kam, unë vazhdoj të mirë me sport. Nuk e kam ndaluar edhe pse jam martuar, edhe pse kam bërë fëmijë, edhe pse jam e zënë me punë, unë pjesën e aktivitetit fizik nuk ka gjasa teorike ta ndaloj. Kështu që jam në formë ende dhe vazhdoj të ushtroj. Atëherë, cila është porosia e Remzies? Porosia është për të gjithë, nëse e dojnë jetën, le të mirën me sport. Për shkak se mendoj se sporti është një bazë që të ndihesh e gëzueshme dhe e lumtur. Nëse e don jetën, duhet të merresh me sport. Po, kjo është thënia ime, po, e them. Do me thënë, nëse e don jetën, ta zbërthej apo ta lë më kaq. Nëse e don jetën, të mirësh me sport, e kam fjalën që nëse do të jesh i shëndetshëm, të vazhdosh jetën i shëndetshëm, duhet patjetër me aktivitet fizik. Nëse nuk bën aktivitet fizik, çka do me thënë ajo se nuk e don as jetën. Sa hapësirë ka pas Remzia Osmani në mediumet shqiptare? Kam pas hapësirë, këtu sidomos në Tetov, me të vërtet, keni qenë ju dhe gazetat non-stop kanë shkruar për ne, jo vetëm për mua, por për gjithë ata sportistë që kanë qenë atë kohë, dhe kanë shkruar edhe gazete dhe nga Struga, dhe do me thënë kanë marrë materiale. Kjo ka qenë, në mos gabosha, në fillim kam qenë
radio televizionin Koha, në klasa e 5, nëse zgaboj, kam qenë në intervistë që në atë kohë. Po, Remzie, nëse s'ke edhe diçka të shtojsh me gjithë këtë bisedë që kemi bërë, atëherë une më mbetet vetëm që në emër të televizionit Koha dhe në emrin tim personal që ju falenderoj për intervistën. Ju falenderit edhe ju që në atë kohë, që të vini tek ne, që të na vizitoni. Falenderit. Shihemi radhave tjera. Ndërsa ju, teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshi.